ndarjet të disave kanë deshtë ma vështirë teren, disa ma lehtë, mirë po gjithë shka ka shku në rregull se kemi pas staf për të dy pjesë. Çabanon e pash tek faqja juaj kishit publikuar dhe një aktivitet tjetër realisht përveç të 22, por ishte mduket teren ekstrem, pak më ndrysh ajo. Që shkon kjo pastaj procedurat për me i përzgjedh klubet, apo sa është e vështirë ndoshta edhe për me bë përzgjedhjet për rrugën që kaloni apo që zgjedhni për me vazhdu? Shiqo, paravarësisht do me thonë gjithkush e ndjen do me thonë atë terenin, po gjithkush edhe e din vetën e vetë për cilin teren është i motot për me i. Sa i përket terenit ekstrem janë motoristat profesionalistat dhe të përgatitën për qatë teren. Që shpresoj që do t'jenë vetëm ata, se po na hynë indikush që është, me thonë ma t'jallën amater, fillestar, ose fillestar, atër mundemi me pas probleme në kolon. Po shpresoj që këtë vit do me thonë t'jenë t'kuptushe motorat edhe t'a shien vetëm pamjen, se pamjen nuk është vetëm synore, është edhe shpirtrore kur e shien. Po, me qënë se përmende Abdurrahmani që ka interesim edhe nga vendet të tjera, nga vendet e rajonit shqiptar, ku do sepse ne jemi, kështë po them, të shpërndar në krejt botën. A keni mendu ndoshta me organizu dhe dikun tjetër përveç në Sharr? Po gjithkush organizon vendin e vetë. Ne do me thonë organizim për ditën e shlirimit vendit tonë, komunës sonë, edhe jemi të përkrahur nga komuna jonë për dirësa e organizojmë. Po i kemi edhe sponsorët tonë, do me thonë që na përkrajnë gjithmonë. Po a keni mendu ndoshta me organizu dikun jashtë, me qëse po keni pjesëmarrje, Abdurrahman? Po këtyre jashtë na s'kemi mendu, por na kemi mendu më ndryshe. Për shkak se fondot pak janë fondat monetare të limitume, se për ndryshe për shembull vitin e ardhshëm e kishna organizuar për edhe me prezentue turizmin, edhe me prezentue pamjet. E kishna thirrë edhe klubet e off-roadit gjipat që janë. Po. Kuptohet kuadër të ligjit. Jo me bëhet dëmtime. Do me thonë, off-roadit janë ata, po në rrugët ekzistojnë. Me hec, e kishna organizuar edhe këta që ka mirën me hiking, i kishna ftuar edhe ishte bërë një fest edhe ma madhështore. E kishna shërbyer ushqim. Po kuptohet, me bo këtë fest, aty janë numër i madh, mund të me shku pjesëmarrët mbi 500-600 vetë duhet me shku, do me thonë, duhet në organizim ma i madh dhe duhet fonde monetare ma shumë, kishte me qenë shumë e mrekullueshme, edhe shpresojmë, për shkak se pavarësisht na dënjëherë mundim mu kyç. Unë nuk e duam ato që ka hecë, ndoshta, se unë nuk e duam. Unë thash, na dona jo me kryu e mure, urlitse, do të më binjakzua, sa ma mirë. Na edhe në teren kur dalim edhe që tash qoftë se hasim një person me kali, na nalim motorin deri ta kalona, do me thonë respekti duhet me qenë indërsjellët maksimal. Kishëm pas qef me kanë bëzbashku edhe me shiju natyrën, me gjithë një pikë më të mirë ku vrojtohet se ka pamje, për shembull qëtë pamjen si vjetë ku kemi përzgjedh, mundi me thonë është pamje 360 shkallë kje pamje. Shumë është e bukur.